Salam aleikum hoxh. A është haram a hu bereqeti mi këqyr ose mi njeh parët sa I kemi, mi këqyr ose mi njeh shpesh? Aleikum salam rahmatullah. Nëse je person që harran sa I pata, sa I kam, atër njeh sa herë ki nevoj, po nëse e din, pse mi njeh atër? Pse mi njeh? Nuk hu bereqeti. E nëse ban në publik, I nxjerr hollat para njerëzve, para të varfërve, atër kjo, mas pako që themi është jo edukate muslimanit. Djetarët kanë këshillu që nëse nxjerr me pagu diçka, është mirë me u kthy anash pak, me nxjerr prej kuletës. Sepse ndoshta aty në tubim, në atë vend, ka njerëz që s'kan pare, ose ka një fëmijë të varfër, që mund me lakmu. Shumë keni kujdes, runën nga mendje masia, kush jam unë, që rëtubën e pareve. Manën men, mashkulli ligë, është ai që I nxjerr parët para të tjerëve. Edhe na ka ndodhur që I kanë nxjerr njëri, çfarë hoqë sa kam tubën e pareve. Më shalegojnë, shteni ato pare në xhep, se kur gjë nuk janë. S'ki nevojë mu livdu me to, sepse po tregon se çfarë fytyre ke. Përmes këtij gjesti të ulët. S'ka nevojë nëse ti e ke tubën e pare të madhe, edhe din që ta kapesh prej xhepit veç një pare, me nxjerr me pagu një 50 cent ose €1, s'ki nevojë me nxjerr krejt tubën kështu me majt që ti paske mashallah pare, kush qenë këti. Ti asgjë nuk je. Ti je një bubraq I vogël, përderisa lavdërohesh me pare. Andaj, keni kujdes. Numrani, si pas nevojës, por askënd mëse qëtnin pozitat palakmushme për mes këtij gjeste. Allah na përmirësoft, Allah na falt.